Këngëtarja Jehona Sopi po vjen të dielën me një koncert recital para publikut gjakovar në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi. Këtë bëri të ditur edhe vetë Sopi në emisionin e mëngjesit A ma mirë këtu a atje, ku shpreh se bashkë me ekipin e saj janë duke i bërë përgatitjet e fundit të koncertit. Jemi në përgatitjet e fundit që jemi të i bu edhe jam shumë entuziaste. Me tonë të drejtën, është njëna prej gjonave dhe gjatë procesit që e kom shiju jashtëzakonisht shumë edhe po shpresoj që edhe mbrëmja ka me qenë aq entuziaste sa jam edhe unë. Në dirigjimin e Don Ramadanit, këngëtarja Sopi tha se do të ngjitet në skenë me një ekip mjaft të gjerë dhe profesionale. Ky koncert, me qenë se është shumë intim, edhe i dedikohet karrierës ta muzikore, edhe jemi mundu maksimalisht që të vim me një kast shumë profesional, ku do t'jem vete 30 në skenë. Me një kozgjatje mbi një orë, Sopi do të këndoj 15 këngë nga repertuari i saj këngëve. Do të gjatë 1 orë e 15 minuta. Super. Do t'jenë komplet këngë të mia, me një 2 këngë të shtumen nga repertuari shqiptar. Do t'jenë 15 këngë. Dhe do t'i shijojmë bashkë. Për të gjitha dhuruesit e këngës së Jehona Sopit, koncerti recital fillon nga ora 19:30.